Mos na ka copyright edhe me këngët. Po është kënga jonë, qa problemi ka që në ka bëj copyright. Përshëndetje më miq, përshëndetje më miq. Çfarë bëni më? E fillojmë me këtë këngë melankolike këtë podcast. Asi do fillojmë të çajmë tash. Do fillojmë të çajmë. Miq tan albumi Ocean Grave ka dalë tani në çdo platformë digjitale. Ka dalë dhe në YouTube full se e japim gjën free. Nuk na intereson. Edhe e shesim. Po na e kërkuan me shumë lekë, po tham. Po. Faleminderit gjithëve për mbështetjen. Faleminderit çunat e bandës. Studion Gjemaus, edhe të gjithë që e bën të mundur këtë album. Këtë rrugëtim. Çdo antar, na i pari tek i fundit. Nga personat që rinë te dera deri tek të personat që rinë brenda, po. Drejtuesat e dalë ta mbyll. Kjo djema është dhe goca është A Song With No Beginning nga Morgu, e gjeni te albumi Ocean Grave. Dhe me këtë këngë melankolike e nisim të podcast si be. Sa kemi shumë për melankolik, me të trisht. I trisht është morsive, i trisht është. Po para se të vëmë te trishtimi, kalojmë pak te gëzimi e Nea, përshëndetje more Nea, ku je mor që u ktheva në qytet. Kam 3 vjet pa të pa, valla, ç'a bën kështu ti? Po mirë, na ndau jeta tash kemi punë. Miqtan kemi edhe këtu të kudo ndodhurën që sot feston 45 vjetorin e saj Nixhen. Urime Nixhe, urojeni njerëzit në komente Xhenin për të lindjen se bën 45 vjeç. Na ka pasuruar podcast. Na ka pasuruar. Është personazh tashmë Nixhe, plak është Nixhe. Po, jam personazh se kam goxha vite mbi shpatë. 45. Po sot kemi dhe Mr. X-in, që nuk do e prezantoj kush është, po do e merrni vesh gjatë këtij podcasti, kemi edhe një Mr. X, është i fshehur mbrapa kuintave të këtij podcasti dhe do i shkaj gojë. Do ta thotë nuk më shket. Përshëndetje më miqtë, mos harroni të bëni subscribe të podcast, e dim që na doni shumë dhe na bëjnë shumë komente të bukura këta mos i bë. Çava diellë. Pa lexojnë komente çava. Ishte se ti këto, ndoshta e kemi një çiksi kompleks këtë punën e komplimentave. Unë si shijoj shumë komplimente ato plak, më duket. Edhe unë si shijoj, po ndonjëherë më pëlqejnë shumë. Ti se shijon. Pse, domethënë, e kemi kështu, është keq, se mi këllëzo. Është keq kjo gjëja që domethënë vijemi si në siklet nga komplimentat këtu. Si nuk i pranojmë kollaj, se duhet të jesh person që i pranon komplimentat. Jo, komplimentet duhet me i pranu me falënderim. Aty duhet të thuash falënderim. Po pra ne apo ti për shkak kur u thon kjo piktura, wow, plako. Po më bëhet shumë qefi, pse? Po pra, po jemi çik. Të bëhet qefi, po ku ti sikur vihemi në siklet kur na komplimentojnë. Jemi të ndrojtur ndaj komplimentit. Se normalisht thua faleminderit direkt, po themi kështu, jo se pranon. Po kur e mbi bën atë gjën, kalon në anën e kundërt. Nuk është më aq modestit. Peshkon komplimenta pse? Po jam si peshkon komplimenta apo. Çfarë do të thotë ti Xheni që si e shikon ti këtë? Kam përshtypjen që nga që nuk bën komplimenta. Sigurisht ka me pa mësuar. Xheni bravo të çon në mësim plak. Edhe si më mësuar në Kongos. Po. Domethënë kur i bën pa zemër. Duket gjë normale. Sigurisht edhe të tjerët i bëjnë pa zemër. Po jo mos edhe ne vetë, dhe ti vetë për shembull Bes, kur ka qenë era e fundit që ke komplimentuar për shembull online një artist për punën e vet, kur ka? Po ja, në YouTube s'kam komentuar asnjëherë unë. Po ku komenton ti? Në MySpace, në Instagram. Në Instagram ç'a komenton në Instagram për shembull? Plako super, ku diun. Po plako. Po më shkruaj këtyre, vetëm se u shkruaj në shqip. Si e shkruan në shqip? Shkruan. Po se jo shkruaja këtyre, domethënë këtyre bateristëve që ndjek ose kështu. Po jo shkruaj në shqip ose nuk është se do e lexoja për humor, për shaka. Po më shkruaj edhe thjesht për algoritma dhe për po që komplimenta ju shkruaj zakonisht. Unë do bëj një zbulim tani që pak është në këtë podcast, sot jam full marketing si besë janë momentet kryesore është fillimi i podcastit
Dhe Enea, miku im, së shpejti vjen me një ekspozit. Madhështore. Kam fjalën perfekte. Mega. Jo, kam fjalën perfekte. Vjen me një ekspozit shumë profonde. Pse e bëre ashtu më njëri? Po se e ngritë çfarë do thojë ekspozit profonde. Po, gjithsesi ta lëm pak mister Po, pra, sa shpejt. këtë pjesën për çfarë është. Jo, s'ka, është profonde. Është profonde. Po ne, o vlla, po më lero të ta kuroj unë valla, do të çmend fare, do të çoj nivele të tjera fare, astrale. Zoroastran do të bëj. Tash e gjete se kur e filloi punën e nea për to, po më thoshte që sa po kishte filluar dhe po më thoshte që po e gjente veten ndërkohë, tash e ka gjetur veten çfarë po bën tamam fiksa po. Po, e kam shumë të qartë, thjesht nuk më premton shumë kohë, po do dali. Ja, po se ishte kjo gjë se tha po kur të bëjë parën të dytë të tjera do rrjedhin kështu, të kanë rrjedhur tash apo. Po s'kam pas kohë me punu, po që më kanë rrjedh. Mirë. I kam mbaruar me mendje, i kam mbaruar jo vetëm me mendje. E po pse ti e mbaron një në mendje pikturën, pastaj Jo tamam, konceptoj, bëj ca skica, hedh ca bocete që janë versione të vogla me ngjyra. Bëj studime ngjyrash, po mirë se shkruaj në gjë. Edhe pastaj e krijoj atë. I mendon dhe ngjyrat edhe detaje apo. Te shumicat po që i ndryshoj çik rrugës. Vetëm në një që e kam godit shumë që në fillim të ajo e vogla, se bëj version të vogël, kështu shpejt, që nuk kuptohet mirë që është. Po këtë e bën për të ndihmu më shumë? Po, që ta shoh qofse rrin këto ngjyrat me njëra tjetrën. Qofse e kam godit shumë atë të voglën, edhe i mbaj ashtu, nuk i ndryshoj, po përgjithsisht i ndryshoj. Po kjo mindseti të bërit ekspozit, do me thënë, ideja është me bë, se unë s'e kuptoj si koncept. Duam të qesin mend të. Po pra, po me bë sa më shumë lidhur me këtë temë, apo me bë ai sa projekton ti në mendjen tënde, do të thënë si struktura, si funksionon. Atë si është mendja e një artisti ne. Varet nga pyetje e dobët. Nëse ka koncept, varet nga koncepti. Unë do e bëj konceptuale, do të thënë do jetë e gjitha në një temë. Dhe sa piktura duhet të ketë? Varet nga shumë faktorë, nga tema, nga salla, nga shumë gjëra. Po, domethënë në vjet të trasha mund ta thuash është si album kjo ekspozita. Po. Thjesht momenti që del është aty ka mbaruar i qefi, është thjesht si ti po ja tregon tjerëve. Gjithë po pse ti ke qefin e ke vetëm kur pikturon apo? Gjithë aksioni ka mbaruar, nuk është si një live show që ti po e lun aty ndërkohë. Ajo kam mbaru punë. Po mund të bësh foto pikturave të tua për shembull, edhe nxjerr foto, bën ekspozitë me foto të pikturave të tua. Nxjerr 2 lekë. Ora, ti si e se un kam zbuluar këtë kohë një kështu të një gjë të re që se dia për pikturat, sikur bën një pikturë për shembull, e ngjyros një me të njëjtën ngjyrë, bën të gjithën kafe për shembull. Unë se dia këtë gjë. Si ti gjithën kafe? Te lajën thu apo po ku ti në pikturën? Prime. Ajo që është Prime. Po pse Prime? Po se është çik vështirë me pikturën te lajët bardh, se për shembull po të shohësh atë pikturën që është mbrapa kokës tate, qofse ajo s'do kishte qenë kafe poshtë, do kishte shumë pika të bardha. Domethënë ti e ke bërë një të gjithën kafe këtë, pastaj i ke edhe ngjyrat. Po, më thënë, ndoshta ti se po bëja bisedë me mikën tonë të podcastit me Violën që pikturon mirë dhe ajo. Kush është Viola? Viola. Po, e njoh. Edhe kishte bërë një pikturë kafe të gjithën i thash, më e ka bërë ti po thu për këto quhen grisel, që është tip underpainting, quhet ajo, që ti e bën njerë si vizatim, është ai personazhi aty, po është kafi i gjithi. Po. Edhe pastaj i vjen ngjyrat sipër. Po, unë nuk e përdor shumë atë si teknik. Më dhe kam pas përdor goxha, po nuk po mos e dia që ekziston fare. Vela, se bën një teknikë si të çuditshme, shumë unike ka, siç kam parë një pikturë që ka bërë me si një shtres, kështu si Flori, siç e kam parë një gjë në Instagram. Kush? E mirë, po. Është një gocë na ndjekë, përshëndesim Mikesh. Na bën reklam ditë për ditë shumë. Po, është mbreti marketingut, duhet ta punësojmë. Vallai, duhet. Mr. X, kemi mundësi tani që u fituan zgjedhjet të marrim një rrogë ekstra? Jo. Jo, faleminderit Mr. X. Për pak Mr. X futet në aksion miqtë mi. Po derisa të vëmë te Mr. X, rrimte Enea Z, Enea Ziu.
Plak Te shumë ekspozita profonde. artisti çmendur është kjo Nell, jo se e kemi shok, por shumë loko është si artist. Jo, sinqerisht është domethënë ka shumë kapacitet artistik edhe konceptual. Faleminderit. Po pra, pse bëni kështu ju se se ne njohim ditë për ditë njerëz, domethënë një person për shkakun që bën këngë të bukura, bën çfarë them unë, bën video art të bukur. Po ta shikosh në atë konceptin në tërësi, po bën një gjë shumë minimale më plak. Është shumë e mirë. Nuk njohim ditë për ditë njerëz kreativ, se janë Po, pra, trallë çik me thënë drejtën. Kjo piktura dhe të bërit muzikë live edhe të bëj. Jo se bëjmë ne na këto edhe. Po jo më Çfarë plak, do thuash ti po jo tash? më sinqerisht o plak. Sinqerisht, po ta mendosh se janë kaq shumë elementë, si thajnë ne. Është skena, është salla ku do e bësh ndriçimi, është kuratori, shiko sa shumë elementë duhet të bashkëndojnë. Po. Që kjo të përmbushet në mendjen e ne, që ky është masterplani vet për atë veprën e artit që ai mendon. Ky është ai masterplani perfekt, domethënë, edhe kur luan muzikë live, valla, që duhet të jetë bateria aty ku duhet, që e pam edhe te live i miqve tan 1000 mod që i përshëndesim që e dogjën fare plak. Sa rëndësi ka që të jenë gjitha. Po, dhe Në prap rregull. me kushtet që kemi në këtu, më thënë nuk realizohet do asnjëherë 100% ai masterplani që ke ti në kokë. Më thënë Po që e sajon, domethënë punon ka 3-4 gjëra që ti nuk i arrin dot. Ne mirë Më tash. thënë të ndriçimi ose të si e kishe konceptuar ti në fillim, Po. si del në fund. Po kuratori është probleme ne, domethënë ka problem për të gjetur një kurator të mirë për shkak. Edhe këtu mendoj që varet çik nga koncepti, se koncepti që kam zgjedhur unë nuk kam pa kurator, jo pa paragjykuar, që mund që e njohin aq mirë Po. si tematik. Edhe është edhe s'është, nuk e di, në artin modern është shumë i rëndësishëm, sidomos kur ke vepra arti alternative, jo thjesht pikturë, instalacione, kështu është kuratori mund të jetë dhe më i rëndësishëm se artisti. Po, shumë pozicion punë Po, i çmendur. te piktura është shumë i rëndësishëm, po jo aq sa e bën, për mendimin tim gjithmonë. A mund ta shpjegosh pak çfarë bën kuratori? Se ju e dini, po ndoshta ne dihet jo. Mr. X i bëri vetë me vend. Piktori bën çka ka brenda te lajës. Kuratori bën gjithë pjesën tjetër që shef ti në ekspozitë, që nga pozicionimi i pikturave, përzgjedhja e kornizave, Ndriçimi, po ndriçimin e ne? muri, ndriçimi patjetër, po nuk ka një shkencë të piktura në vetvete, se dihet si bëhet ndriçimi i pikturës. Pasi të flasit Gjeni do të them një gjë shumë bukur. Muret, a duhet të jenë një ngjyrë caktuar apo duhet të jenë Ka të drejtë. thjeshta, Ka drejtë ne, normal që ka drejtë, po thjesht do të Shiko, bën një shkrim, një po, dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme që bën kuratori është që bën ftesat. Do me thënë, fton njerëz në ekspozitë, sepse ti si artist, do me thënë, nuk është se Do menaxhon komplet Po. situatën. nuk është se ke shumë njohje, edhe E mirë. zakonisht do me thënë kuratori që punon për një galeri, fton dhe ato që i mendon se janë, do me thënë, që mund të blejnë një Është shumë e rëndësishme edhe për artistin kjo që Po, të po, ketë të njerëz kesh që të kujdesin. audiencën e dur, koleksionues, se ai merret me domethënë, artin, mos ata- merret me Ata njohin rrethin e koleksionistave, e kupton që pastaj ftohen dhe për ekspozitë. Do këtu në Shqipëri jashtë është, domethënë, shumë, kurse këtu në Shqipëri është pak më mund të luajë dhe një rol menaxheri. Përgjithsisht në një treg shumë specifik ose të mirë organizuar arti janë edhe të ndarë menaxheri nga kuratori, domosdoshmërisht kuratori si të ka shumë kontakte. Ai mund të jetë një kurator shumë i mirë që ai menaxheri e punson bashkë me piktorin edhe bën thjesht punën shumë të mirë dhe menaxheri ka këto kontaktet pse nga ana tjetër. Ne tek ekspozita e nes, ne tek ekspozita e nes plak dorim vetëm me një gotë verë. Tu piktorët bëjnë dhe rolin e kuratorëve, Po i bëjnë shkojnë te gjithatë. njëri tjetri, domethënë Po e ne, po tani që fitoi Edi Rama për mandat të katërt. Kur do na kuratoj. Zgjedhjet, kush do na kuroj ne shpirtin ton këtë shtet? Si do vej kjo punë më mishemi dhe futemi direkt te tema masive te situata aktuale. Po para se të vim aty do ju them se sa bukur e kishte kuruar Muzeu Komunizmit në Prag. Ishte një godin sa një restorant i Tiranës plak, po që
ajo që tha Enea që ky për shembull kishte lyer gjithë muret e kuqe, Po. gjithë ato leximet që duhet të bëje për muzeun e komunizmit e kishte shkruar në mure të mëdha. Do thënë një perfeksion në kurim. Pastaj tërheq vëmendjen shumë ashtu. Po, plak, ishte shumë komunist, po dhe më shumë modern. Domethënë kishte edhe piktura të realizmit socialist edhe gjëra moderne, domethënë. Ku diun, ishte shumë bukur i kuruar dhe Enea je lart valla. Kështu që bëu një kurator. Po vim tani miq tan tek situata që vlon Të këtë vendosim gishtin në plag. gishin në këto plag që dhe të dalim në një sot e zgjidhim në Sibe. Nuk çojmë në ky podcast pa zgjidhur të situatë. Ne do t'i japim zgjidhje gjithë problemet të shqiptarëve. Do Sot. t'i japim jo sot të gjithave, po këtë të zgjedhjeve. Po çfarë të zgjidhim, ai zgjidhi, i zgjedhur është, i Po pra i zgjedhur. zgjedhur i zgjidhi sërish, po ai u zgjodh i zgjua dhe Nëse do thënë gjë shumë të bukur, po nuk jam aq i aftë në këto Nuk lëra e të aq qalve. profondo. Po aq profound sa miku im ne. Si erdhëm në këtë situatë mos i që Po këtu ishim, ma nuk është se, domethënë, tash e dje që do fitonte Po aty. nuk çfarë është- mendon si duket ky situata që Partia Socialiste fiton prapë në mënyrë që do fitonte Rama Heroike. ishte e sigurt të plak. po Domethënë nuk ishte surpriza që fitoi Rama. po Është çik zgënjyes fakti që nuk pati ndonjë ngritje të këtyre të vegjëlve. Të partive të vogla. ngritje të madhe ke fjalën, me Të madhe, 6-7 të- deputet. për shembull. 6-7 jo, po të patën 3-4 duhet i merrnin. Po. Se cila nga ato të vogla. Po pra shumë pak të prezente Domethënë kjo tregoi edhe një herë që jemi akoma në këtë ndikimin e liderit suprem. Nuk ndryshojnë njerëzit. Po. Le ta themi çka ka ndodhur që Partia Socialiste fitoi Po e di. me no, 82 mandate, bëjmë se ka 83. 83 mandate. E ndjeku nga Partia Demokratike në bufikën e Edës. Vetëm me këtë ka fituar shumë vota kjo plak. Po gënetës është shumë gallat. Edhe bëndën dhe ato memet idiote dhe me... Ua, të mërshme. Partia Demokratike mori diku të 50 ca deputet. 50... Sa, Mr. X? 50. Po me vota ishin 200 ca mi disnivel. Disnivel, po, mori shumë vota diferencë. Po. Më pas vjen Partia Social-Demokrate me 3 mandate. Është partia që ka bërë 0 fushate në. Jo, ka bërë fushat. Po mirë, Jo, mos i s'ka thuaj bërë gjitha. s'ka bërë fushat në terren, kështu si këta që nuk është se ka dalë të takoj Nuk ka bërë njerëz. marketing kështu. Po se ti vetë ai si e bën, nuk kanë ti ka nevojë mënyrat e atë. veta. Po. Nëse vazhdojmë më poshtë. Dhe Partia Mundësia nisma thurje dhe Jo, mundësia mori 2 deri tani. Mundësia mori 2. Agron Shehaj. Agron Shehaj. Mundësia mori 2 në Tiranë. Po Mr. X? Nisma Shqipëria bëhet. Mundësia është Agron Shehaj do Po. sqarojmë, po. Nisma Shqipëria bëhet mori vetëm 1 në Tiranë. Po? Edhe Lëvizja Bashk. mori 1 në Tiranë. Një, do të Po, thënë. po koalicion Euro-Atlantik. Jo, se mori. Nuk mori. asnjë. Basha. Plak, shiko, le ta Mbyllet themi, podcasti këtu. le ta themi atë që duhet thonë, që Basha këtë vit bëri mega fushat, plak. Për çfarë? Ishte i regeneruar, plak, ishte bënde shaka, bënde meme, ishte social. Po për çfarë më ishte kot? Po kot. Ore, pata të që kishte shkute noveli. Jo, se kam parë. Kishte shkuar te noveli bënte si DJ. Ja, po. Te noveli, kishin dalë dhe me deklarata. Po, ka një muaj që noveli morte. që s'kemi lidhje me këtë budallajin. Seriozisht. Po, plak, se i kam në Facebook edhe me të drejtë do plak, si vetë tjetri në biznes, ai ka punë tani, sa ai Po ne kishte bërë parti ai. po plak, shikoj, noveli un kam dëgjuar që është nga baret më të mira në Europë, plak. Jo, E jo. vërtet është? Jo, me kam seriozisht. Po jo, më Është shumë bari mirë listuar, po në mo, Europë. shumë Në mirë. Europë, jo, në botë ndoshta. Po ne e kam seriozisht, kështu kam dëgjuar Po, nga jo, ka se barista s'ka që një- vend në bare në bërë. Unë s'kam lidhje, s'kam vajtë njerë. Ndoshta ashtu qoftë ore, Për shumë mirë. koktejlet, E thonë. më për kokë, për këto gjëra që s'jemi ne të interesuar. Nuk e them dot, po. Nëse, miq tanë si që shikoni rezultatet janë këtu, Mr. X i solli shumë qartë gjithë panoramën e votimeve, jemi në një situatë që ore si ka mundësi si be, u vodhën, u shitën, Jo, jo, u po çfarë dale, vodh? dale, ja ti ngret gjitha pyetjet, më jep gjitha përgjigjet. U vodhën, u shitën, u njerëzit janë zvotuan,
Nuk vajte, nuk u çuan të votojnë njerëzit. Çfarë mendon Besi për këtë? Tash vjedhje dhe shitje ka pasur pafund një. Se shitja ka mënyra, domethënë nuk është shitja vetëm kjo që na 20.000 lekë ti dhe më jep votën. Si 20.000 lekë më plak. Po 50 ose domethënë nuk është shitje kështu shkëmbim. Po. Shitja është edhe kjo që fali gjobat 2 ditë para. Se s'është blerje vote ajo. Ua, si falën gjithë gjobë. Kishin njerëz që kishin na 1.200.000 lekë gjoba, Po, si Mr. X-i. E mo kisha disa ti. Njeri i papërgjeshëm jo pranoje. Po mirë, s'jam pak, për fugara 1.200.000 janë. Shiko më plak qa veprime sholla, domethënë. Edhe unë kisha 2 gjoba, po unë ndjeva i përdorur apo. Pse unë edhe i përdor? Po ç'është kjo më fal mua ti gjoba 2 ditë para zgjedhjeve Po pra, tash. sikur ja ke borxhe Tiranës te ato lekët. Jo Ashtu është. shtetit E janë thjeshtë, lekët po, tona, e thjeshtë, valla. plak Dikush fare. po shkel ligjin edhe na ka borxh gjithë neve si shtet, se edhe ne supozohet jemi pjesë e shtetit. Po tani domethënë i bie që tani në vazhdim edhe po morëm gjoba të tjera, themi, pa, mos do na i Falin, falin në zgjedhjet e falin tjera. në zgjedhjet bashkiake. Unë është mesazhi është i tmerrshëm që jep. Po na partitë e vogla u zhgënjeve si apo zhgënjeve na njerëzit na votuesin. Po nga njerëzit u shinjevën çik në fakt. Nuk janë ndjen, ë? Si të duket? Se janë ndjen fare plak. Nuk e ndrojnë mendjen, no. Nuk e ndrojmë. Po është edhe puna që s'ka më njerëz, ka nikur, kanë ngelur vetëm moshë madhe dhe ata nuk ndryshojnë. nuk Po e- mi një pyetje kam unë për ty. Nuk e, domethënë po ta merrte Sali Berisha. Do ishte një Jo. indeks i mirë për shkakun. Ore, shiko, nuk bëhet fjalë ta merrte. Jo, më Nuk e them në merrte një njeri. situatë hipotetike. Po ta merrte Berisha, do ishte gjë që plak, reagojnë njerëzit. Jo, më plak, nuk Po ta reagojnë. merrte Agron Shehe për shkakun. Se merrte 60 mandate për shkakun. Po nuk mund ta merrte njëri nga këta, asnjëri është. Ore, zëm se. Shiko, as hipotetike nuk është situatë, se nuk ndodh në asnjë lloj universi. Këta thjesht duheshin fuqizuar këta të vegjëlit pak më shumë. Nuk se që do ta merrte Rama ishte 100% po. nuk është nevojë ta bësh fare hipotetike. Shiko, nga zgjedhjet e fundit u bë dhe një ndryshim që nuk duheshe më 3% e votës në gjithë shtetin, mjaftonte 1% të kishte dhe pastaj votat përkatëse që kishte për rrethin. Rredimisht kjo ishte shtys që Për çfarë? për partitë e vogla. Domethënë nëse ai merrte mjaftueshëm vota në Tiranë, do të kishte gjithsesi 3% të gjithë votave në Shqipëri që të merrte mandat. Më kupton? Po, se kanë bërë, po, mo, sa i 3% 1%, se nga 3% në qytet, pastaj 3% në qytetet e tjera. O vlla, Ti kot do të flasësh ti. O vlla, e zida unë të hall. Ore ti ke marr mandat në Tiranë, Po, nëse s'kishe mjaftueshëm vota, pra Në rang 3% kombëtar. në rang kombëtar, nuk e merreshe mandatin po, gjithsesi. bima unë e mora në Tiranë, qytetarët e Tiranës më Jo. besojnë o plak. Duhet të po, duhet ta përfaqësosh plotësosh me- Po, 3% të popullatës Po, minimalisht, plak. dhe 5% kur janë koalicion. O plak, kjo është skem pa lidhje fare më, ç'është kjo skem? O vlla, e di si është Këtë muhabeti? skeme ka firmosur me Bashën, bashkë. Po, pra. Ndruan pra e hoqën. E- E vu 1%. E di po, shiko, është shumë e qartë o vlla. Në këtë lagjen këtu votojnë këta njerëz. Në kjo lagje këtu dalin këta njerëz e përfaqëson. S'mund të kjo vota tani të merren në rang ndërkombëtar me Fierin e me, Mirë, më tash- fal, kombëtar me Lushin e me. Përveç Ç'lidhje gjitha ka më, plak? këtyre, prap fakti që s'kan votuar njerëzit është Ç'a ke ti Mr. X? Vetëm Fieri dhe Lushnja të erdhin mendje. Po dhe Cëriku. Plak e të mërshme. E të mërshme situata që nuk... Edhe mua më zhgënjeu pak fakti që unë e dje që do fiton dhe pesa. Më kupton, Po, dje, mo, dje ishte- botërisht. Më të meron fakti që vazhdon është në krye të PD-s një person si Sali Berisha, them drejtën, më të meron. po ka thirrur Protesta nga gjashtë, bravo. Më të meron ky fakt, dhe është turp i madh për zotin. Turp i madh. Jo, është e papranueshme plak, është e papranueshme. Një politikan që unë e mbaj mend që kur isha fëmijë plak, që në 97-ën dhe deri më tani dhe është akoma vërdall, është e tmerrshme. Sinqerisht është e tmerrshme. Ndërkohë gjithë partitë e tjera të vogla gëzojnë respektin tim, them drejtën. Po prisja më shumë, them tani më shumë. Ata e bën punën e tyre, e bën fushatën, e bën prisja se do merrin më shumë. Prisja prisja Arlindin për shumë të ishte me 3 deputet. Po një treshe e donte Arlindi një E treshe. donte një treshe Arlindi, ta donte edhe një treshe një kaçe Tiku, po një gjashe Agronshe. Tiku një dyshe, Tiku dhe Panoja. Të jetë vetëm Tiku, jo Endri Shabani blek. Okej, 3. Po e zbres Endri, Po, e zbres. e, Jo edhe atë e Panon e shkipute, ishte. Tikun e lëvlla se është Jo, polemik. se Tiku punon me Panon, janë të dy bën kështu. Ha janë duo. Janë më agresiv kur janë të dy. E mirë dy nismë sfurje. Po, Nismë nisma Shqipëria Shqipëria bëhet.
Këta u bën nisë XY, ç'a bëhet kështu? Po mirë, po Agronshea sa i jepi? Agronshea nuk jo. Pse? Jo, Luftarak është? Jo, luftarak se ka jetur lekë. O vllaf, ideja mbrojti 3 vota sot. Agronshea nuk ja pas një unë. Agronshea s'do të jetë. Nuk për mua Agronshea është nuk është. Çështja është kujt do ja mirte. Për shembull, Kjo është ideja. Do ja mirte. Nga të doli nga mirte. Iku bë viral ky klipi vëlla, e kapëm vëlla. Jo, Agronshea i asnjë plak, nuk është shumë i, domethënë doli në fillim dolin Është pak çik, i sikletshëm, dolin po, çik plak. okay, pastaj fol budallë që jo të mbyllim të vëshën jo se rrëtëshën domethënë. Po mirë, është i sikletshëm, jo se është kështu. Flisë budallë që më plak. Plus që ka hedhur shumë lekë. Po ka shumë lek. Fakti që ka hedhur shumë lekë nuk thjesht ka tentuar të blej domethënë është. Po ne si e sheh këtë situatën politike në vend vëlla se ti ishe shumë i ndinjuar ditën që folëm në çfarë pas. E ne ai se kështu do djegur Shqipëria. E ne edhe do iki jashtë shtetit, që se ka thënë asnjëherë do iki. Mendoj që këto partitë e vogla e kanë identifikuar mirë situatën që kanë nevojë për ndryshim, po se kanë kuptuar që njerëzit nuk duan ndryshim. Edhe mendoj që ka nevojë për një lloj sinqeriteti më radikal në komunikimin me njerëzit, domethënë se komunikimi është pak kështu që Na jep një ju shembull më jeni mirë. shumë të mirë, yje dhe ju kanë mashtruar, ju kanë vjedhur, por ne do ju mbrojmë. Fakt komunikimi duhet të jetë shiko prej faktit që ju silleni kështu si silleni si popull dhe zgjidhni këta, ne jemi gjithë pavujmë prej jush. Po. Më shumë se sa prej Edi Ramës. Kështu që më thënë duhet qenë çik më agresiv alla Gjergj Fishta, Fajkonica që ti gjush në Po zemër ka të njerëzve. drejtën e vëlla, ka të drejtë. Shiko se prej fajt tuaj po vujmë gjithë alla, edhe po ikim gjithë, se ju po shisni votat, jo po ju blejmë votat, ju po i shisni. Po. Se po se shitet ti sta blen dot me zore. Korrupsioni është i dyanshëm, nuk është. Po, domethënë duhet të adresoj çik edhe populli drejt për drejt me agresivitet kur është duke u sjell keq. Domethënë pse e shohim popullkari. Ju jeni yje dhe gjithë diktatorshipin e bë ka një lider. Në fakt, logjika se si funksionojnë diktaturat është që e thot dhe Petersoni, e ka thënë Solzhenitsyn, që diktatura është kur gjithë gënjen gjatë gjithë kohës për çdo gjë. Me thënë dhe një njeri që thot atë të vërtetën bën atë krisjen e diktaturës. Në momentin që ti fillon flet pak si Fajkonica, Gjergj Fishta që i godet njerëzit që jeni ju si popull që e keni fajin edhe. Aty në fakt mund lindi lloj ndërgjegjësimi më i shëndetshëm. Pra ti e ne apo thua që na duhen burra të mëdhenj? Vërtet. Jo thjesht mëdhenj, sinqert, jo për ta adresuar këtë që ja po na vjedhin e i dim këto. Do të thënë ajo mund të konsiderohet teknikisht e sinqert, po teknikisht e sinqert janë marrë më shumë të paktën me Arlindi që flet më shumë për këtë, domethënë është fokusuar shumë me oligarkët jo kështu. Po njerëzit nuk është se dinë, dinë që oligarkët. Po ti që i nështrohesh atit vet, nuk ke asnjë lloj përgjegjësie ti si individ, nuk duhet ti të adresohesh ndonjëherë që ore ti pse e shet valla veten kaq lirë. Po shikoj, është bërë edhe keq. Pse e shet në përgjithësi? Ore nuk ka asnjërs më, kanë ikur njerëzit, kanë ngelur vetëm pleqje dhe Po. Po edhe pleqt më vet. Po nuk ndryshon, ndryshon do të mendjen pleqt vetë. Plaku e ne. Shiko, është edhe kanë hikur tani nuk ka më justifikim se ti mund të votosh nga shtetit. Po mirë, po kjo vota e diasporës, si duk mua duk budallik fare plak. Po çfarë voton diaspora valla? Jo mirë, shiko. Ore po çfarë voton diaspora, Mr. X? Është një situatë që është gri, nuk është as. Kot fare, po tek. Na jep se kemi marrë sikur merr vesh kë. Na jep sa përqindje. Edhe flet se kur kanë 3% ata 1% e kanë. Ha Mr. X? Ideja është që diaspora është pjesë e integruar shumë në shoqërinë shqiptare. Domethënë mund të argumentosh faktin që nuk jetojnë më në Shqipëri, por nga çfarë vetëm me remitancat me po të ta marroj. Sa janë ato? Si të ndërpret dhe fjalën. Ma ndërprem ai. Ndjes, të kërkoj ndjes. Mirë e fjalën. Ideja është diaspora është shumë e integruar, çon gjithë lek në Shqipëri, vinë investojnë në Shqipëri, janë pjesë shumë e rëndësishme e shoqërisë. Po shikoj, besoj se duhet një masë që për shembull deri në 3 vjet ose deri në 5 vjet e ke ndes mikrofonin. Dakor, po jo
Ti ke 20 vjetë ndaj tash vish. E pra, çfarë lidhje ka vota vetë? Vota ati që ka 20 vjet që jeton në Detroit ai. Në Düsseldorf. Digje valla jo. Po, Po çfarë? o ne, preja mikrofonin tim, nxirri për jashtë. Merri lekët e pjesëmarrjes. Shiko, ka sens kjo. Po si nuk Po kam paguar për të qenë këtu sot me juve. E ne preja mandat. Ja, që nuk e ndan dot me Thiko, burr. Ai ka 20 vjet në Detroit, ka 20 vjet që çon $1,000 plakës. Kush i çon $1,000 plakës? A mos e $1,000 janë shumë pak o plak. Nuk i çon asnjëri, më siç kanë shumë pak $1,000. Po ka. Ku jeton ti? Po këta që jetojnë në Amerikë kanë nxjerrë lek më plak. 1200 kanë rrogën ata. Po. Çfarë na Jo bën më kot? se kanë më shumë çfarë flet. Po nuk i dërgon njëri lek. Jo mos e shiko, tani që e mendova pak më mirë unë diaspora sjell shumë të ardhur në Shqipëri unë. Po si. Është vlerë shumë e madhe, më kupton? Po prap a është diaspora duhet përfaqësohet me votë, këtë nuk e di unë tani. Duhet. Të paktën deri në shiko, ata që kanë 2-3 vite, besoj se Po mirë, ti si shtet, keni gjë në dorë që mund të bësh për ata, se në qoftë se ti nuk Azilo, bën qa do bën? të gjë për ata, Qa bën, më thëmë pse ata duhet të votojnë ty. po bën. Më Ai voton shtetin ku jeton o plak. Po pra, shiko, duke përmirësuar kushtet e vendit Që të bëjmë të Me kthejmë. shpresën e mund kthimit. të bëj dhe me Për këtë të jap është shpresë për kthimin ose ideja. edhe të paktën kur vinë që rinë këtu një muaj sa rinë, të rinë të jenë më rehat edhe të shpenzojnë edhe më shumë në vendin e tyre. Po Për s'ka. kaq. Po, aqo, Pse do mos bëjmë. e japin francezëve që kur vinë këtu me pushime, të jenë më rehat. Për Çfarë të japin shembull, francezëve? drejtën e votës për Shqipëri. S'din shqip ato. Po se janë shqiptarë. Po pse sa ke ti Me që s'din vinë shqip? këtu, mas e rrinë dhe më shumë se në një emigrant Po ti- që ka 20 vjet Po që ti s'vjen. parësor ke vend të thit e Po tua. pra, po ti për shembull Amerika mund ta ketë votën e diasporës, po ama Amerika i përgjigjet çdo amerikani kudo në botë. Edhe vlen vota atit. E mirë. Kurse ti nuk i përgjigjesh dot, më ndodhi gjë në Dubai, ti nuk çon dot një rob ti zgjidhi hallin. Jo më pse këta ambasada janë Po ç'a Po ambasadë nuk të zgjidhin dot hall, më ja i ka hum gocës sallës time në Francë pasaporta dhe nuk i zgjidhin dot hall, ngelin mes katër rrugëve. e mirë dakord. Tu ja këto zgjidh duhet e- nga këtej. Nuk me kemi shumë si zor. vetë këta Po pra, po këto duhet i ofroj, duhet ai që Për atë duhet do ta fitojë atë vend në qeveri, duhet të merret edhe me këtë punë që thotë ne. Po. Po në një nga këto partitë kishte në program në një gjë për diasporën, për E mos e ky programi, Domethënë- edhe ky programi në fakt më duket që ke tepruar që i ran shumë këtij programi të këto partitë e tjera. Se tash dje që do ta merrte Rama. po. Të paktën këtë programi ta kishin bërë një çik më të përqendruar në gjëra pak më të vogla ndoshta, po që më të prekshme. Po ç'më të vogla, ata po ndesheshin me një që thot pasaporta europiane. E po, ore, nuk Tallesh si mund të shiko, ndeshesh me nuk e atë mund dot Goliath. nuk e mund dot qeverin duke i thënë ti shiko un kam një program më të mirë se këta që janë në pushtet. Të thotë, Blek, okej, imagjino do të qa- votojmë ty. Imagjino ç'a premtimi elektoral. Pasaporta, u kupton, është shumë e fortë si Po, si Do premtime. t'ju fus në Evropë. Po, Do po të është i gjë, njeriu është i gjë që mesatare s'e ha ke ti si në dorë. biskop. Jo, patjetër, unë e kuptoj. Do të thënë, Se jam aq i shkolluar. Se po. ke në dorë A fare. ngeli duke thënë që i vetmi mundësi për të futur në Evropë jam unë Dhe jo agronshe. dhe Partia Socialiste. Gjithmonë kur e thot unë të parin, nuk thot partia një, thot jam unë dhe Partia Socialiste. Shiko tani, 12 vjet në pushtet. Po. S'jam Ore, problemi është ai do marrë edhe tjetrën. Po. Do të fitojë edhe tjetrin. Po, do ta bëj 2030-ën. 2030. Aty do na futi në Afrikën në Konfederatën e çfarë është ajo që ka bërë Afrika e Jugut, Rusia, BRICS-i. BRICS, bravo. Aty do na futi. Dhe ndoshta duhet të merremi me politikë më shumë edhe ne rinia. Jo, shiko, është kape një temë, je shumë inteligjent amiku im. Po, Se e kape vërtet është. kape vërtet një temë që unë e shoh te vetja ne për shumë hezitojmë shumë me politikë. Ne themi dhe si mburja që ne s'merremi me Ne politikë. s'merremi me politikë. Do të Domethënë, duhet të merremi jo. Ajo është muhabeti që edhe rinia dhe këto zërat opozitar, se ne zë opozitar jemi, opozitar me sensin që shprehim pak kënaqësi ndaj gjës që jetojmë, nuk është se jemi kështu, wow, kjo që ka Suedi dhe që ka Danimark. Jo Suedi, se bëhet name ande tani, po që ka kështu Island, ku di unë. Çfarë po thoni që shumë të zgjuar bëja Roma. Po pasim që duhet të merremi me politikë ne. Po pra, jo, nuk është puna të merrem me politikë, po Të merremi, kur të nuk merremi. merret Enea te tempulli i Nufrit, Enea me pikturë.
Nuk merret Morgu me muzikë, nuk merret Gjeni me pikturë, nuk merret Mr. X me statistikë. Këto gjëra që bën ky. Besi me komedi, Comedy Thursday me politikë. Kush merret më plak? Shiko, jo të përzjejmë artin me politikë. Jo, pra jo, s'po them atë. Po them një zë Qofse ti merr vesh nga politika, duhet të merresh me politikë. Domethënë, qofse ti merr vesh nga piktura, duhet të merresh me pikturë. Se për ndryshe kujt po I kërkon që të ndryshoj. Shiko, unë e them me ke bindje. këtë talent që po kupton që gjërat nuk shkojnë mirë dhe e di zgjidhjen, pse se thu? Unë e them me bindje 100%, edhe pa pikë arrogancë që na 4 veta që jemi këtu bashkë me Mr. X-in, ne kemi kapacitet mendor, intelektual dhe integritet qytetar të merresh me politikë. E bëm duket partin. Jo, mua shiko, Nuk po them që të futemi në politikë, plak. jo të futemi, më të jemi një zë vokal, olla, Jemi çik më aktive ndoshta. E di ku është problemi këtu që e shohun shumë problem. Këtu shumë merr se unë ju kam thënë, më shkruajti para ca ditësh një person nga një parti e vogël shqiptare dhe ma nisi fjalin që unë I di bindet e tua, më tha. Dhe më bëri shumë përshtypje se unë jam një person që as kam shprehur ndonjëherë simpatizant, as kam treguar ndonjëherë votas, madje votoj shumë rrallë, kam qenë në 2008 pa votuar. Më kupton, nuk se kam ndonjë bindje në partitë shqiptare, nuk se kam ndonjë parti ndonjëherë që më ka pëlqyer keq fare, më kupton? Po këtu njerëzit detyrohen të vënë ty një tabel, domethënë, Enea partia është si komunist, Gjeni, ku diun, fashiste, kot tani. Mr. X-i ku mirret vesh ai. Po, shiko, pavarësisht ke një parti specifike këtu, make-upi jot mendor ka një bindje politike. Je I orientuar, si gjeta jote është po ja ta them unë, Omajta Sodjata, është diku. Ta them unë. Mbrojtje ndaj shtresës së mesme, domethënë ndaj drejtave të punëtorëve. Po jo, nuk është nevojë të dalësh ti me me projekte dhe me plane. Po jo, unë e them shumë të thjeshtë. Shtet social. Po jo, se po bën Shikoj se bëjmë fare për politikë. Po bën projekt politiko. Ore, po them ti jemi më aktiv shumë në gjëra, në protesta, në organizime, në ku diun. Shikoj, ne këtë vit ja kemi shtrit dorën me lëvizjen bashkë, patëm 2 podcaste që bëm, po edhe nismën se thurje Shqipëria bëhet. Ja kemi hapur derën. Jo, unë I kam shkruar personalisht, nuk më ktheu përgjigje. Edhe për 2 herë kam thënë. Edhe për probleme të caktuara, për shembull që ti shef për ditë. Ne me kaq sa kemi në dorë, duhet ta ngrem çik zërin më shumë për këto plerat ke fresku, për rrugën e Thesarit, për Lale. Ku kemi ne kontakt. Më shkryti një ndjekës I podcastit dhe tha, ai që kishte rënë te Giro Italia këtu te fresku, vëlla, ka rënë te ajo rrugë që keni sharri gjithë vitin. Se e pata atë që u zaps te Giro d'Italia, vëlla. Çfarë u zaps? Ishte te rrugë dalë, po mirë, këtu afër me këtë rrugë që jemi sulmuar ne. Ja, pra, me këto duhet merrem çik më shumë ne. Do bëjmë një premtim gjithë publikut që po na shef, të bashkojmë duart tani të gjithë bashkë dhe të premtojmë që këtë vit do merremi më shumë me këto temrat sociale dhe temrat socialiste. Ha Mr. X. Problemi që po diskutoja me një njeri sot ishte që po diskutoja me një njeri. Mos të japim informacione të tepërta. Çfarë po diskutojmë me këtë njeri unë? Të gjitha protestat nisin si protesta politike. Shumë mirë. Por problemi është që njerëzit refuzojnë ta tashohen me partitë. Ja, pra, këtu është frika që edhe rrjedhimisht protestat vdesin sepse njerëzit nuk pranojnë që të pranojnë njerëz të tjerë që vinë nga partia, për shembull, si ka qenë protesta e studentëve, që ka qenë relativisht proteste bukur. Po. Në fajsa. Po pse politike ka qenë ajo? E kthyen politike pastaj. Çdo protestë. Shiko, ajo që në fillim ka nis me lëvizjen bashkë, me thënë drejtën, po bashkuan dhe partitë e mëdha. Se lëvizja bashkë nisi atë? S'ka qenë protestë bashkërisht, po ka qenë fillim aty. Edhe nuk ka rënë sy që kanë qenë këta, nuk ka qenë parti, po nuk ka rënë sy. Bashkë me studentët ishte. Po, kjo ishte dalë si pedagog, domethënë. Edhe ideja është që refuzonin që për shembull këto të Forumit Rinor PD-s, të LSI-s ose çka ka fresh, çka kanë qenë, I refuzonin që të bëheshin pjesë të partisë. Pavarësisht se ato mund vinin si studentë dhe nuk kishin në sajt të partisë së tyre, ato kishin një lloj aversion.
Aversion. Aversione. Çfarë? Shiko, mua më shqetëson shumë fakti që ty të vjen në para fjala aversion. Çfarë libri ka lexuar njeriu? Erik Formi ka lexuar, çfarë ka ai? Si i thoni ju në Shqip aversionit. Ujna, kthej më lekët ti le të ikë në shtëpi. Aversion. thot më. Kishte një lloj kundërvënie ndaj pjesë Oponence. Po kundërvënia ishte mirë, pse Ne duhet të rregullojmë para se të merrem me politikë, duhet të futemi çik të Duhet të lexojmë një libër shqip. Po, është e tmerrshme fare dhe ftoj në këtë podcast këdo që është linguist të na vi të na japi një leksion shumë të mirë. Lafolog. S'është nevoja. Jo agronda libra. Nuk është nevoja të vi linguist apo gjuhëtar këtu. Plak, Thjesht jemi duhet të shumë lexojmë barato. libra plak. Se- Duhet të lexojmë libra shqip që na pasurohet fjalori. Kur montoj në një podcastet e vëre, ne flasim budalliqe fare. Ne s'dim shqip. Pse nuk na lidhet mendja me gojën. Plak e tmerrshme fare, do flasim shqip ne. Ai mendon fjalën e parë aversion. Averse, ore ti, Mr. X. O, një gjë, si e shef situatën politike? Se nuk të pyet aty si gotë, si edhe, si femër, si Po ku marrin si vesh grua. gratë nga politika? Jo, se një gjë është Dua e ti zgjuar. kundërvije mbesit. Jo, ktheu një nxirje. Pa nuk ka fakt. Ktheju me aversion. Mire fjalë. Mire të drejtën. Ç'a versioni ke për këtë? O plak nuk Për situatën, shiko, si të duket ishte ty? shumë- Për mua nuk ishte zhgënjyse që fitoi PS-ja, aq shumë mandate, po ishte zhgënjyse që fitoi aq thellë. E kupton? Profond. E pra. Aq profonde. Kjo ishte më do të pritej që do fitonte, po të paktën të kishte çik. Kompeticion. Duheshin në parlament sa emra të tjerë. Arlindi duhej në parlament. Që nëse ata nuk do kishin fituar kaq shumë thellë kësaj radhe, e kupton, do ishin pak më të Pas sigurt, E po. shikon? Ja. Është problem, nuk Do Ishte- do ishin fillon më të të prirur. kurba të ndryshon të grafiku. Bravo, pra do ishin më të predispozuar që të punonin më fort. Këto 4 vjet. Po, që të zhbënin- Po ti ule edhe një çik bishti ose janë tash Po, janë pra, kështu. këtë Po tani janë çmend fare plak. Këtë po them, Tani janë domethënë, çmend fare. nga që kanë fituar kaq Arrogancë. bindshëm, janë shumë ndihen shumë mbretër të Shqipërisë dhe asgjë nuk na Po. prek edhe Po televizjen e këtyre kaq kishte. Jo, mendimi i saktë. Faleminderit. A mendonin që partitë e vogla do të dekurajohen nga këto? Edhe në zgjedhjet e tjera. të partitë e marrin vogla pjesë? janë dekurajuar. Jo, më do marrin pjesë, s'do marrin pjesë. Jo, po domethënë Shiko, politika këtë- jo, jo. Odi çere me lek. Po, edhe se ka, Më shumë. shiko, Shiko, se mori 3 mandate, më plak s'është keq. 2 orë. 2. Po. E keq e ka. Po Po, gjë, jam- kanë marrë shumë vota. në Kanë marrë realisht, shumë vota, po, po. 50.000 vota. Kanë marrë shumë Po, vota. po, hodhën dhe shumë lekë. Fakti që ka hedhur shumë lekë, nuk përkthehen në vota. Po ti ku sodhi lek? Bio. Ku e lek ti? Hodhi më hodhi. Shkoi në gjithë diasporën, shkoi. Po, ishte Çdo vend ishte. ai bëri American Tour plak. Po gjithsesi Tiku, Panoja dhe Arlindi duheshin në Po, parlament. Arlindi duhet plak, shumë Arlindi mbi të gjithë, se ne tash e dim që mbështesim Arlindin, po. ka mos e ve. Çfarë është ky bez? Se mbështesin E politikë. mbështesim, unë Arlindin mbështes. Po që duheshin në parlament këta. Po, duheshin. Duhen sa që të jenë më agresiv Po kundrejt. Tiku është, au fut Tiku. Jo pra. Jo. Po Jo. fut Endri Shabani. Po. Po jo, shiko, Endri se Shabani nuk nuk e- është pro bo, po është i butë, nuk është Duhet nuk i kundërvije dot Po, Tiku më atyre mirë, bishave që janë. Kështu që domethënë Tiku me Panon të dy janë mirë Po, si dyshe, se Tiku e ha janë agresiv Flamur të Nokun dy. kështu. E ha Edhe do. Arlindi besoj se i hante këta. Po i hante. Arlindi nxori knockout Blendin apo? Mirë, po. Mirë, Johnson. ideja të kjo butësia dhe agresivitetin, më dhe nga që Edi Rama dhe Sala në përgjithësi ne kemi pas politikën shumë agresive, i bje që ti mundësh këta duhet t'jesh akoma më agresiv. Pastaj që të mundësh Tikun kur ta fitoj duhet t'jesh shumë më agresiv. Shiko, edhe jo shkon shumë jo agresiv shumë brutal apo agresiv i pasjellshëm që të ngresh zërin edhe kështu, po agresiv, agresiv është në punën që shumë ti jesh agresiv. të kesh prezencë të fortë plak. Kur shoh në një ca video të vjetra të Sokoj Loldashit, ai ka që sa pasiv agresiv ka qenë ai më plak. Ka qenë shumë i batutaxhi. Unë se kuptoj pse e ngren ka shumë këtë Se më i ka qenë pozitiv Sokoj Loldashi plak. Ka qenë normal, Jo, s'ka qenë normal. Po jo se ka e qenë shikoj që e shumë i fortë. thon shpesh, po ti ishte ai sot edhe kështu, po asgjë mos do bën Po çfarë. pse më plak? Po asgjë mos do se bënte. Berisha
Imagjino tani Po ai ishte pjellë e Berishës, o nuk është se pa më pjellë, ishte Berisha top forma atëherë tani, plak, edhe çfarë. ishte forma më e fundit e Berishës pas. Super Po, Saiyan, po, po, nuk ngrente është- do të kokën domethënë, Oldashi e tani. shikojnë si Mesia, nuk është se Jo, mos ka qenë Messi, po ka qenë pozitiv valla. po sa pozitiv mund të O, ishte. si be, Prap ti dore qenë, këtyre valla, ishte. Ti s'merr vesh. Ideja është o plak me pas një opozit, me pas një opozit të arsyeshme më plak, jo me pas ose do jetë opozit që vetëm Ora, e para proteston, duhen është deputet që guerilla ditë se- lexojnë edhe që janë po pra, intelektualë. po këtë do them, ose do jenë super Edhe të kenë intelektual. gjuhë tjetër komunikimi. Po pra, të kenë gjuhë tjetër Për komunikim. shembull, pra. politikën shqiptare është shumë ka qenë që në fillim, mos them që gjithmonë, që përdoret shumë ironia dhe sarkazma gjatë Po gjithë po, kohës. plak është gjithë në- kohës valla. E kam bërë kështu me meme. Më thënë, ti po mundohesh të fitosh argumentin dhe jo të zgjidhësh probleme. Kur shef në një diskutim në këtë parlamentin anglez, për shembull, nuk ekziston kjo si lloj Jo, gjuhë. jo, fare. Hidhet nuk problemin ekziston tavolin asnjë. dhe secili jep mendimet e veta. Janë s'janë kundër. Ore, është gjuhë profesionale po valla, nuk është fillojnë të flasin me ironi, me Shajnë njëri tjetrin, sarkazëm, ora shajnë njëri tjetrin. Këta shajnë vendosje plaga. emrash, titujsh, Po. njëri tjetrit, ajo konsiderohet ofendim shumë i rënd tani. Këta shajnë plaka më, po nuk shajnë deputetën na plaka. Ora, Më klysh kurve. këto flasin edhe në një gjuhë që populli reagon, domethënë, se ka pas edhe njerëz që kanë folë në mënyrë intelektuale dhe si ka Po jo, qasë njëri. Shiko, un kam një lajm shumë të keq vlla. Kam një lajm shumë të keq, dhe shumë veta do mërziten dhe shumë veta do shtypin butonin në like tani, por jo, se para kësaj do shtypni subscribe dhe like edhe koment. Po kam një koment shumë të keq. Shiko vlla, ç'është e vërteta? E vërteta laskuriqe e këtij muhabeti, ne e meritojmë të vlla. Do thënë ne jemi të gjithë produkte jeta o shefi vlla. Do thënë ne jemi të gjithë njerëz që e pëlqejmë të tallavan, këtë bufin e kënetës, këto mirë, shprehet, këto gjërat, këto idiotësit, këto Po kështu shkatërsirat e ndodh kudo. momentit, këto batuta Po që të çdo kthehet. popull ashtu është, masa ashtu është. E pa nuk është jemi se- Neandertaler vlla tani. Po, mirë. Jemi rënd. Më vjen keq miqtë e mi, po jemi në një situatë shumë të rëndë. Po mirë, pse edhe nano na pëlqente atëre, fliste me fjalë më dha, thoshte budallëqe, po ama Jo, na pëlqente. nuk ka qenë kaq Edhe për nanon, edhe nanon kështu me nostalgji e kujtojmë. Nano ishte deputet, nano ishte politikan. Nano më ka qenë nano tani. Edhe nano ishte 9 orë pa drita. nano ja merrte Ama e kishte gojën shpull. fuste buxhetin e shtetit në Bixhoz ishte. Në kazino. Mi jep çika të tatimet këtu. Ne themi që nano ishte politikan. Po pra jemi shiko, ne vuajmë çik nga sindromi i Stockholmit, ne dashurojmë me përdhunusin ton. Po se jemi mësuar që nga Enveri o plak. Jemi mësuar, po e vërtet është. Prandaj miq tan duhet të fillojnë ta thyeni këtë barierë që keni. Thyeni mor të barierë, mor timor që na ndjek aty. Çau ti shpejt. Çau në këmbë. Se tani që do i futemi politikës. Çau. jemi Po më do i agresiv. futemi, do jemi prezent. Tani new boss is in town. Mr. X. Erdhëm new boss in town, vlla. Mbase nuk jemi më të Mire mirë. situatën në dorë. Do mirimi situatën në dorë. Si e mendon ti Mr. X? Cila do ishte një e nesërme më e mirë për Shqipërinë? Domethënë si do e mendoje ti për shembull? Si do e ndërtoje botën tënde ti utopike, valla, jeti kryeministi perfekt, ke shkopin magjik. Si do e bëje situatën, domethënë ç'a do filloje të shikoje më tepër? Me pyetje të thjeshta. Jo, më është pyetje shumë e thjeshtë, valla. Unë për shembull po të Si isha do e ndryshosh botën. Unë për shembull po të isha do e bëja gjykatën, do fokusohesha shumë te gjykata, do e bëja shumë të fortë, do e jepja pushtet absolut, valla. Po e kanë pushtetin absolut. Jo se kanë se marrin akoma 5 milionë që në poshtë tavolinë. Problemi është korrupsioni pra. Po pra korrupsioni, do e luftoja korrupsionin, po duke nis pak në gjykata se aty më duket çaloj. Unë për mendimin Çdo tim, hall- si Çdo hallk e shtetit dhe jo vetëm përfshihet nga korrupsioni sot. Ishte shumë e thellë. ça ka thënë njeriu mor plak. Na shpërtheu mendjen. O e ne janë mbylli këtë podcast, la jepi lekët. Jepi lekët, jepi Kjo është dhe kjo është një nga problemet më mëdha që kemi. Po, po, kjo korrupsioni ishte- është shumë- Kjo ishte pika e parë e platformës tënde dhe çka kanë thënë edhe këto korrupsioni zero. Nuk ma arrin kota dot. shi. shiko, edhe arrin o plak, po duhet Katarishëm. Po pse më vendet e tjera se kanë arrit? Ore, shiko, si e luftoi Italia mafjen në kur ishte në Që luftoi kulmin. dhe Italia nga vendet më të Ka më shumë- Jo, korruptuara. një Ka më sekond, shumë një mafje sekond. sot se sa Po atë. mirë. Hoqi ca dhe vuri ca të tjerë. Po mirë, po ne Italia në një moment ja bëri një oponent si i tha stop ti këtu, ose na vrave kryeministrin, na vrave Kujt i tha? bravo.
kryetarin e gjykatës, Po, ka qenë gjyqtarin. Po, tani një sekond olla, se një moment i thua stop olla, se Edhe s'mund të Italia thi- është super korruptuar, është çfarë thuat. Tani po mor plak, po them një Edhe moment atëherë e ka qenë- luftoj një moment olla. Janë përpjekur luftoj, shumë njerëz, të po duke- s'e kanë dalë. Nuk e kanë dalë. Po është si Rama që luftoi Lazaratin, është si Rama që luftoi Lazaratin edhe u mboll nga të gjitha anët. Se voton Lazarat. Ja dha pa dëzla. Kujt i merr barin ti po, era merr barin. Vendet që kanë më pak korrupsion janë vendet anglosaksone. Dhe është çështje kulture më shumë se sa ligjesh që Skocia thua, Anglia e këto? Po, Zelandë e Re, po Zelandë e Re? nuk e di, po është më shumë Kam çështje përshtypjen kulture këtyre. Është që edhe kanë më shumë besim në shoqëri, supozohet që ti thut vërtetën. Do të thënë tani ka filluar të ndryshojë nga emigrimi masiv që ka hyrë elemente kulturore të tjera. kanë dhe kushtet mirë jetesë o plak. Arabët për shembull nuk e marrin të mirë qen kur ti thut diçka që ti po thut vërtetën. Ai është direkt dyshues që ti po gënjen në parë, është shumë protektiv si person, kurse anglosaksonët e kanë pas gjithmonë kulturë që presupozojmë që ti je i vërtet dhe nëse ti e thyn, atëherë unë thyn mes. Po se unë di se presupozoj që ti je i vërtet. Domethënë më bëri përshtypje atëherë që doli ky kryeministri i Islandës, që do të kishte vjedhur sa qindra mijëra euro kishte për korrupsion domethënë. Po, Po që normal e hoqën direkt. Nejti më në pushtete. Jo, hoqën direkt. me sa me 100.000 këtu euro. Berlusconi ti ka dalë, për shembull, që po, atëherë këta mes janë dheu kështu- për shembull është çështje kulture që kështu jemi. Jo, po kam përshtypjen që duhet të fuqizohen njerëzit e komunikisht. Besoj se do ndryshoj. Po si do i Besoj thuj? është Shiko, është në gjë qofse- kulturore, duhet ndryshoj një gjë Duhet të ndajmë, kulturë. ore, mos duhet të ndajmë çik nga kjo lidhja që presim vetëm nga qeveria o plak. Si të fuqizosh biznesin e lirë thua ti? Po të gjitha, ku di unë, Po pra, po si të ndash në qeveria? Çfarë do të thënë të fuqizosh, ta lësh më të e lirë para tregën, është të ulësh biznesi, taksat. e para është biznesi i lirë, po se varemi shumë nga qeveria, ne për çdo gjë nga qeveria Po varemi. po, është shumë e vërtet. Pensione po, rroga po, çdo gjë qeveria. Kurse në këto, të paktën në këto vende skandinave apo janë njerëzit si më të shkëputur nga Sipërmarrja e lirë. ndoshta ajo është kryesorja, sipërmarrja e lirë, po janë njerëzit më të shkëputur nga shteti, jo. Po pra, po edhe ne kemi apliku këtë si sistem, se këtë nga ata e kemi marrë, po nuk funksionon një lloj sepse kemi një gjë në kulturë që nuk është si atyre. Kemi dhe informalitet shumë. Kemi dhe shumë Nuk ore, është ka problem, probleme pafund, nuk po. është problem teknik, teknikalitet ekonomik, juridik. është ideologjik thua? është gjë që është në kulturë dhe kultura është gjë më e vështirë për të ndryshuar. Mungesa e konsideratës që kanë njerëzit për shoqërinë vete. Duhet që njerëzit të kenë minimumin etik që të fillojnë mendoj për gjëra përtej për ditëshmërisë së tyre. Rredimisht nëse ai s'ka bukë, thotë ore kush më bukë, siç shesin votat për thasë mielë për 200.000 lekë. Unë dëgjova që për një dele e kishin shit. Një dele. Bën Po. 300 parë. Dele është për dele Jo, bën 150 se 2 bëjnë 300. ta sqarojmë një. Po jam me një dele është më shumë se një voto, çka se është një dele një vot. Po pse mos sa vota është? Një dele 20 vota se s'bën një. Je 20 vota plak, çfarë po thua? Po është një dele më plak. Kush dele është kjo më plak që ka 20 vota? Po jo më një dele duhet jetë një çika shtren dele. Plak, po është një dele që kushton 20 veta, ajo dele bën mirë të vallëzojnë natën plak, të fillojnë të bie gitarës plak, të tallësh të bëj show. Çfarë? Shkruani në komente sa 20 veta ka Starovën, po Gradeso plak. Po 20 veta është Delvina. po pra atyre 20 vetave do t'ju japësh një dele, do t'i thuash do ma jepni mua votën. Ja. Ja më plak, një dele një voto, po Jo, pse jo, një dele? shumë pak. Pse më burr? Një dele një voto. Shiko, unë e kam informaciona brenda këtë gjë. Shit, një dele. Qa po ndodh, miqtë e mi? Po ndodh. Po çmendën Po masë. çfarë masa Nixhe kalo pak të lutem Nixhe do Nëse shkoj. këtu në mikrofon nuk është se dëgohet shumë. Po. Nëse o miqtë e mi, e mbyllim me politikën të kalojmë në një gjë më të gëzueshme. Ë? E ne e mbyllim Çka- kemi çka një më- gjë për të shuar politikën. Çka ka më të gëzueshme se sa Kemi politika. Ore, ne sot tani kemi marrë dhe Miseriksin, kemi marrë dhe Xhenin. Ore, një sekond. Po. Të ndërpres me qëra muhabetit e macet, Po. se bën një zhurmë të madhe andaj se çfarë bën. Çka? Duhet të themi që Macja e studios ka sjell në jetë Po, 4 kotele një ka. katërshë
të mrekullueshme kotelesh. Po s'kemi foto për ato, se janë shumë të vogla. Po jo, për momentin as nuk japim dot, janë shumë të vogla. Po, të rritën Po që thjesht po e hedhim këtu në ajër. Po, e ne bëjmë janë hype. këtu ato katë kote. la po i nxorë u morën direkt. Kështu që një moment të dytë do t'i nxjerrim për adoptim, për shitje. Rezervoni. Book now. Po që tani duken që janë goxha të bukura. Po, janë Po. me premisa. Japim kështu falja se mos kujtojnë njerëzit që i shesim. Jo më një donacion, një macë. Jo, më një macë, një vot. O mise mi, do kalojmë në një temë fantascientifico fare. Ç'është më? O mise Riksi, unë të mora sot ty vlla që ne të sqarojmë një nga dilemat më të mëdha në internet këto momente, që po të shpëndet interneti morbes, po të shpëndet njerëzit që po na i sugjerojnë, po të shpëndet gjithë bota me këtë temë dhe kotu lodhët që keni gjitho vite që po e flisin gjitho muaj se ne do zgjidhim sot pushoti. Miqtë e mi, një goril versus 100 burrave. Kjo është dilema që do zgjidhim sot. Dhe filloj direkte me Enean. Enean, Analizoje pak. analizohet, lutem, një goril, gorilla ai që ka, që i thonë Silverback, ai madhi që është 200 e ca kile, jo shimpanzea. Goril, po. Po çfarë lloj burrash? Pra, kilsh, tani 100 burra, 100 kile. Burrat të stërvitur apo burrat pa stërvitur? burra- E pra, po tani ja këtu Normal. të vjen ti. Po këtu jam futesh. për një herë apo një nga një? Një nga një s'kan shanse. Një nga Një një, nga një derisa të lodhet ai, si dhe sot ai lodhet. 80 i Pa 100 masa janë e shumë. ka lodh gorillën. Ore, Ua, unë që jepi në një që gorilla ndoriri. të vdes me tek grusht. Kujtoj se dhunojmë. Po Ore. edhe një polic që ka qenë boksier këtu ka vrarë njërin me tek. Nuk ka të thotë Ka ajo. qenë goril. Ka vrarë atë gorillën në Arabë. Jo, po them që nuk është e harxhohet Po energjia. t'jem për me 100. herë ato i 100 burrat, sigurisht që fitojnë 100 burrat. Si, e ne thoi 100 burra të Edhe pas të 10, vitur. edhe apo të 10, sot? edhe 5 mund të fitojnë. Jo, më Jo, këtë 5. qa flet më plek. 20, te Jo, 20. dale. Shiko, a kupton Të ti gjithë që njeriu ka pas ndesh me mamuthin që ka qenë 30 herë më i Pa madh me se hushta, jo elefanti? me grushta. Po çon si ka? Nuk është mo? e i vinin mamutit edhe i futeshin në Po prit e apërkat. ne, prit. Po një pra, po sekond. me mamuthin kanë qenë 15 veta që ndeshin. Me hushta, pra. Jo i 100. Po jo, një Me sekond, hushta, po Enea. 15 veta. E po mirë, me armën tash. Ajo hushta për mamuthin ishte si grusht. Po mirë, po ti jesh me pistolet, mjafton edhe një. Gorilla. Ore, po një sekond. Duhet të sqarojmë një herë dy gjëra. Që kemi dy element këtu. Elementi i parë është gorilla. Po. Dhe elementi i dytë janë ta 100 burrat. Tani ta 100 burrat, nëse janë të stërvitur, Jo, më të pastërvitur. jo të pastërvitur dale, tani të pastërvitur edhe të pa planifikuar, ky te gorilla i masakron këta 100 Po burra. jam apo po shiko, edhe un jam me ne që nëse ata idhen të 100 Po pra, po nëse janë të Ndecina. planifikuar, do më thënë nëse merren vesh me njëri tjetrin, nëse janë thjesht 100 burra, Se më ti ke aty janë- shembull në natyrë, valla, janë ca blet që vrasin një grencë, ajo është 10 herë më e modhe se këto bletët. këto Edhe të i mblidhen modifikuara. gjitha afër, i marrin frymën, i rrisin temperaturën dhe ajo nuk e duron dot për shembull. E rrafin. Ne do i Sado që pjedhim- ajo është 10 herë më e fortë. Është 10 herë më e fortë se ato Ne çfarë bën bletët. gorillës më ne? Ore, gorilla intimidohet vetëm nga fakti që shefin 100 veta një, kaq më. Ore, më mirë, është situatë hipotetike, nuk po flasim këtë se gorilla ka frikë dhe në i mace. Ideja është që në një betejë jeta vdekje, 100 burra të pa stërvitur, të pa planifikuar, e mundi do të një Po si të gorilla. pa planifikuar ç'është? Ore që nuk janë të organizuar olla se tani po bëra unë 5 idhuni, 5 kapuni, 10 e kapin në këmbët, Po, e jo, kapë ma- edhe Ka 100. mjafton të 100 idhuni. Po normalisht mos e ne Mjafton të jemi- thot njëri sulu, edhe do idhen të 100 ose nuk është se do rinë të presin. 100 kafshime, valla, ta kafshosh ti gorillën. Një dëm ja bën. Po, Po e vërtet është, po Një nga po, një po, nuk- një nga një duhet të jetë nuk- planifikuar pra, nuk duhet të jetë shumë e pa planifikuar, e Po pa planifikuar do bësh, po ti je 100 veta atje, thua Ore- ore, hajde të gjithë aty. Ore si be, një rast hipotetik. Preçeliku gorilla, valla, pse Ore po e ne, boni një rast gorillën? hipotetik. Ne tani Sandokani transferohemi. ka vra Luanin, Ore tigrin. ne tani transferohemi në një Erik si thot. në një Me fik. Ore po dalë se po flaso. Kush po Na flet? ndodh
rastësisht komplet që transferohemi direkte në një xhungull në Uganda, Po. edhe na del një mega goril para. Po jemi 100 veta bashkë. Jemi ne të pestë më plak. Po. Ne na masakron në shpulla. Jo, goril. nëse ai është tek, Po, mirë, intimidohet dhe ikën, se jemi 5 veta. Plus që ne jemi të servitur. Po çfarë të sfidur jemi ne më plak se këta harojnë njerëzit. Gorilla po të kputi një grusht, di çfarë forca, ai është muskull më plak, nuk është bashkimi që është elektricist në Po poshtë. mirë, mirë. Më kupton, është, do të thënë se mua më shqetëson vetëm një fakt, që shumë njerëz mendojnë se kur në momentet më kritike për jetën do luftojnë dhe do shfaqin rezistencë. Nuk Po, është është, gjithmonë, po jo, nuk është gjithmonë shumë prezente ajo si ndjesi më plak, se ne I kemi humbur ato aftësi. Do të thënë, jo Kush të do gjithë niset I njerëzit. pari, jo? Si? Kush do niset I pari për këtë gorilla? Të pari Po, do është qy. Po Ne, pra, ne na ngorton, ne kaq sa jemi këtu na ngorton. na masakron më plak. Po, Ti, ne atë ajo çfarë flet? intimidohet direkt, nëse ti merr pozicion gjysëm hënë, hapesh edhe I bën një gjysëm rrethimi, Qa Sailor Moon atë jemi ne. jo më jo, ai e kupton që po rrethohet edhe do të mbrohet edhe ikën mbrapsh. Po, pra, Nuk po. ka ç'a të bëj. Mendoj që je në xhungull Se që nuk je lufton ka dot paniku. për një herë, se ai është shumë I fokusum. Nuk lufton dot kundra 5 pikave që janë larg njëra tjetrës. Nëse ti hapesh në Po, formë kur gjysmë je kur je në rrethi, xhungull dhe të del një gjë e madhe para, je trembesh direkt o plak. Ne jedhim po jo gjenin më jo, parë. si u Mbush tremke. brekët direkt. Po jo më pse? Po trembesh ose nuk je këtu Po, në dhomë që po bëj podcast po shko se unë do Jo, nuk ka të bëj fare, ti aty fokusohesh më shumë për një qëllim të vetëm që është shpëtosh. po ja fut vrapit edhe na lënë. Jo, se ti e di që nuk shpëton dot ashtu. Ashtu Se ti- është vdekje e E sigurt. ti mo ikun me vrap, ju le juve, t'ju vras juve dhe unë I kim me vrap. Është e sigurt që Ore, shpëtoj. ore ti Vdekje e kërë, po e sigurt. sigurt që shpëton. Jo, jo, është e sigurt e shuajnë, ja. Po I ke ti me vrave të hajde mua dhe be. Po ti pse mendon që tjerët s'do ikin me vrap pasi? Po pra dhe ai do ndjek vetëm një do ndjek se do na ndjek të katërve në katër drejtime të ndryshme. Po mirë, ne do I lëmë me fjalë, do hapim do vemi secili na unë I them të hedhim Mr. X-in Po vëllai. që po 100 e Shko, edhe gorillat kanë frikë se nuk janë aq mirë, trime. Po jo, sa e ne po marrim bëjnë. situatë hipotetike, jo që gorilla e pa 100 veta dhe ka frikë, ose ju dëgjoj që po këndon një këngë luftare. Hipotetike që do ndeshen, fitojnë 100 burra e sigurt fare. Po ma po. Po Unë them jo, burra të pa servitur dhe pa skem nuk fitojnë plak. Po Ore, mjafton ti merrem si një për kështu, pyetja e Mr. X-it ishte. Ju Po. thonë 100 burra dhe një goril. Një krahasim do ishte, imagjinoni një burr 100 fëmijë. Do ta vrisnin 100 fëmijë një burr? Po. jo, Ke, si si po. që- ke, ke piranjat që janë në Turqi, shembull perfekt, që janë Me thika. janë kalamojt vegjël që masakrojnë njerëz për të Po vjedhur. me thika. Jo me thika, ne po themi me Pa asgjë. jo e ne se unë I ra 30 thua ti? fëmijë. Ja, ty një mace po të culet të bën lesh, jo më Një një mace e kalamo. rritur. Po kalama çfarë do të bëj? Ta vesh ti. Si çfarë do të bëjmë? Çfarë do të bëj Të kalama? flish fare. Me do të bie me grusht. Po jo, Po pa ti thik po jo. kafshon. s'po themi Aty bebe, Si kanë dalë dhëmbët akoma. Po themi Po çfarë moshe bebe. një- çfarë moshe Po po themi flas? bebe. Po pra, përsaktoj pak moshën ti Mr. X-i. 6 vjeç I Ja se 6 masakron. vjeç janë Ja, treqe. Qa flet më blagi? Ja, Tallesh ti? 10 vjeç. I meri bën kështu qofte. 10 Po jo, vjeç. më blaq se Shiko, se kam pa studim të lezetshëm para ca ditësh që meshkujt kanë tendencën të, si thon, mbi vlerësojnë aftësitë e veta me 400% në ndeshje. Do të thënë mendojnë që janë shumë herë Po më ti e të vlerësove fuqishëm. 800% me gorillën më blaq. Po pra, po janë 100 burra. Do të thënë Po, mos pjesim harro 400? mos harro numrin. Del me minus. Po Nëse 100 burra luftojnë, jo nëse ikin me vrap. Nëse 100 dele luftojnë e mundin ujkun. Po nuk luftojnë, është tjetër gjë, ne po themi nëse ata 100 burra luftojnë me 100 po pra, gorillën. po janë 100 burra trima I bie. Po që luftojnë me jo që ikin shiko, me kjo është më vrap. interesante. Kjo e 100 dele kundër një ujku. Po delet si Po me çfarë çfarë me bëjnë çfarë delet? do Do lutojnë? e mbysin Për të me kafshuar lesh? se kafshojnë dot. Pse se kafshon dot? Ko çfarë? Po ka dhënë po barha. Si që ke ti dhomën ti ka dhe ajo. Gomari më e vret ujkun. Gomari e Gomari, vret e dakord. sigurt Po ujkun. flasim 100 dele, orë, jo gomari. Delet janë koto. Po dhëmbët i soi kanë Jo, se si ka një soi. për të pre Po pra, po barin si e kanë. po ujku çaj u bën këtu? Këto I kap në koka, I kput qafën. I shqyen, no. Si shyn, I ha I Kurse ujku e ka kafshimin e di fix pikën ku të kafshoj. Pa më i dhem në gryk se dilet. është tip Po pra, po tjerë. i 100 dele kudo rastësisht të kafshojnë. Des nga gjakderdhja. Në një kohë.
Jo mosh, më e bukur 100 burra me një gorill plak. Se ka shumë Shiko, gjëra për të marrë vetë parasysh. në qoftë kjo nuk më duket fare që ka parasysh, është e sigurt që fitojnë 100 Po jo më e burra. s'është sigurt. Qofse do ishte 10 100 burra, bashkë, 10 burra me i gorill mund diskutoheshe. Po 100 janë shumë, Po jo është mos e i protest. vret. Po ne Qofë si protest Nuk i janë vetë mos e do, i Ore, idhen të plak, 100 një si, gorill po, tek grushta ka një burr më valla, çfarë po flet? do këpus 5, po 95 të tjerët? E ka, o plak, grushti një gorilli është Ore, 50 herë do më i t'i fortë se idhen- sa. Le të jetë mori fort. Ja, Po, idhen pra, të po- 100 si për më plak. Po, po ju po thoni për një planifikim të këtyre burrave, nuk po thoni për Po pse si thua ti tek e teko? Po ti po thua për tek e tek. Po ti po thua që këta kanë dhënë Po general pse nga atëherë. këta 100 burra nuk do të dali dot njëri që ta kapi nga testikujt atë për shembull. Ta kafshojnë në gryko. Ta kafshojnë testikujt. O lale. Ne s'po themi ti bëj gojore. Nxjerr syt. Gishtat në sy, maroj. Po mirë, vazhdon ajo. Refa. Vazhdon tash. Najer. Le, E zidhem. Ç'ishte kjo temi? E pa, është virale në Është internet. virale në internet, do marrim edhe ca views tani. Çfarë bën Nietzsche? E pra miq marrë ka që ishim ne për sot, nuk ishim ne E gjë zgjidhem tjetër. këtë, po Ore ç'është do lexojmë ato pyetjet e herës së kaluar. herës së Po, kaluar. dakor. kjo. Po dua të shoh nëse i kam bërë screenshot apo jo, se po si kam bërë screenshot më rënd kjo bombë. Cila bombë? Bomba. Një bombë, jo kjo. Ha. Po, Mr. X thuaj në një gjë ti, promovoj çik filmin, po. O miq tan, Promovoj filmin e Fioralbës që s'ka lidhje fare me filmi Mikeshës ton që Mr. X-i nuk, ha. të ëmbël që Mr. X-i proklamoi dhe unë tashmë reklamoj është Goni Lemes. Kështu është apo jo? Si? Luli dhe Goni Lemes. Filmi i ri nga Fioralba Ponari dhe nga disa persona tjerë që nuk ka rëndësi fare kush janë, po ajo skenarista Claudia më ka thënë Mikel- Claudia, si e ka Claudia Brahimi o Brahim Lari, Po. mos e fus kot, ha. Mr. X ndihmon pak. Brahimaj. Brahim. Po. U thënë kasti përbëhet nga Aurela Gaçe, që është Aurela Gaçe. Sa është Fioralba tani aty Aurela Gjase do të Fioralba thotë. Ponari. Dhe bashkë Zela 10 vëlla tani çe kokë tani. Devis Muslimi dhe Margen Çaushi. Kjo është kasti i katër aktorëve. Devis kryesor të Muslimi filmit. kush është? Është ai djali i Portokallis, Braçja. Ai kamarieri. E po kam dëgjuar Dakor, shumë po. komente të mira Francesco, është super komedi më kanë thënë. O s'po tallëm. I Mr. X-i, më fal, do e bëjmë me pip këtë. Jo, do e bëj. Mbas që do deri në fund Do e bëjmë me bip, jo do e bëjmë me bip, nuk na e nxjerrim emrin. Po mirë. Ja, mjaft tash. ha. Jo, cila ishte pyetja? Jo, mos kam kishte dëgjuar fare. shumë komente të mira. Po, është pëlqyer shumë, domethënë nga më kanë ardhur fjalë nga shumë është akoma në kinema, për miqtë e vërtet që duhen të shkojnë ta shohin. E kam me mua Legeni, po le. Po, Mos se ka para akoma. Jo, nuk e ka parë akoma. Biles një ditë ishte bileta 3000 lekë në kinema, prap zvajti. A sa do ditë zvajta? Po shikoj, nuk është çështje lekësh, është çështje mos mbështetje. Po, është Po totalisht. pse e thua për këtë? Ato Miq vërtet- tani kalojmë, pushoni që të gjithë. Kalojmë pak tek Temat që na keni çuar ju. temat që vetë. na keni çuar ju, miq tan të ëmbël, ju që Sepse ne ne jemi këtu për ju, sepse ne jemi ju këtu për këta dhe fillojmë direkte, po thot, do flasim edhe për papën. për daj. papën pedofil dhe ky. Jo, Jo. ha. o jo, plak mos në këtë mohabet, prap ju. Rinaldi, miku jon, thot flisni për yshtjen miq. Për papën, ha. Si be na i thuaj tre fjalë jo për papën dhe për yshtjen? E po kanë Çfarë lidhje. është yshtja? E po këndimi. Si bëhet yshtja? Si këndimi? Është Kur të bëjnë magji, shkon këndohesh, që thotë edhe yshtja. po? Si të ysht? Kur të marrin më sysh për shembull. Po. Atë është kjo ide që shkon yshtesh që të heqin. Kur të marrim më sysh që thon usa djalë Që simpatika të ai sa heqin. leka bë ky edhe Po na i thon gjithë ditën apo Po, edhe të marrin bën mësues. magjira kështu edhe. Shkon Po si- yshtesh që të ta heqin magjin. Gjëra me sjete. po ja të pyes unë ty për shkak. Më ysht ty mua për shkak. Po kështu me gjethe me gjëra. me rigon me. Dezi një qiri ta bëjnë kështu. Ja, Do të jetë me një gjë me poshtym. Rituale. Nuk e di pse ysht e ka poshtym. brenda. po Jo? të përshtyrin surat. E, Po. Kanë këto Nga gjë. të Gjyshet e bëjnë ata. Gjyshet. Pa, gjyshet e bëjnë ato që Të përshtyrin gjyshen në surat dhe të yshtin. Po. Shiko, e di që Enea ka një shpjegim më të bukur për këtë yshtje, kështu që vazhdoj pak te Enea, valla, mos merrem. Më të Enea, bukur çfarë ka është më yshtja? të thellë, më filozofik. Jo, më Kjo unë është. si besoj fare këto normalisht, supersticionet, më duken shumë
Kjo nuk është e vlera. bazuar në fen Po, islame, ëh, ishte. Jo, ç'lidhje ka. Është Ka hoxhallar që bëjnë kështu kundërishtje, po që nuk është gjë autentike. si kundërishtje më ne, ça Kam përshtypjen që Kanë antivirus, veprojnë po. hoxhat me kokën e vet, se Po jo, kjo gjë hoxhallar dhe prifërinjt bëjnë këtë, nuk ka që nxjerrin demonët, këtë janë ekzorcizëm. ekzorcizëm. Mira, ajo është tjetër gjë dhe supersticioni është tjetër gjë. Po, Supersticioni në thelb e njëjta që është magji që të ka hyrë një e keqe në trup edhe e nxjerr me yshtje. Yshtja është që ti për të fituar ca lek bën, ku diun, mbledh lesh qeni, thundra, kali dhe bzalliqe bën. Po jo, yshtja zakonisht është që të nxjerr të keqen, domethënë të nxjerr Thundra, syrin kali, ose të Jo, nxjerr mallkimin. ajo është ekzorcizëm. Jo, të nxjerr magjinon, ekzorcizmi nuk nxjerr magjin, ekzorcizmi nxjerr demonin. Atë e bëjnë në fjerë. Magji Nuk edhe ka taj. magjira ë? Yshtja është kur dikush ty të bën magji ose po të ecën ters. Yshtja është vetë magjia më. Ajo Jo, që jo. konsiderohet jo, magji. ajo është që heq magjin. Yshtja heq magjin. Yshtja është e mirë. Është antivirus i magjisë, Po. të mbron. Ç'është më kjo ishte më. Nëse miq tan Nuk e kalojmë di, po, misteris, kishe diçka jam për ishte. Jo, nuk të mbron, domethënë masi e ke, ta heq. Nuk është se ta bëjmë përpara se. Ka, t'japin edhe nuska. Po pra është pas Ato janë me U po është që post ti qepin magjisë. poshtë kanatierës, kështu të sjedlla. po. Kush ka pasi shokuin. S'të vjen turme nus. Klinti miq ton thot monarkia, komunizmi, tranzicioni, les po e flasim. Maskarad. Maskarad. Oh, çfarë pyetje në një person zemre. Çfarë Ja është? të gjithë të gjallët në botë, këtë do donte secili nga ju të kishte të ftuar në podcast. Niçe, e filloj me Besin. Në të gjithë të gjallat në botë. Po. Shumë, Hëre, po disa njerëz ka. po. Një do thuash. Jo, janë më shumë. Po, 8 gjysmë. Plak, duhet të mendojmë shumë gjatë për këtë. Po Ç'është mirë, o kjo? misteris, këtë do ftoj aty. Në të gjithë të gjallat në botë. E di Ramën. Ua, sa të realizueshme ka. sa si vjen Do zorë. të vi këtu në freskafër e ka. Po ti niçe këtë do ftoje, se ti për shembull të shtunën që patëm live-in edhe me mocat tregove aftësi të larta intervistuese. Po plak mbaroi live-i niçe me baterisin e 1000 mods. I bëri I intervista. bëri një intervistë, i mungon vetëm mikrofoni të bënte këtë. Më kupton? Si duke I bënte eksperjenca. vetëm pyetje, ai vetëm përgjigje. Ha niçe, më thuaj, këtë do të intervistoje deri në vdekje. Edhe po e përdorja këtë kohën që po i Për të pyesje gjetur në një mendoja. servis dhe besin që ta mendoja dhe nuk më vinte asnjë. Po, dhe unë po përdoroj ndërkohë As- kohën tuaj, as po kam fare, çfarë asgjë bëni? po më vjen. Po do doja të bëja një bisedë me Jordan Peterson për shembull. Okej. E ne? Jo, me Bishop Barron, Robert Barron. Po, atë do doja. Kush është ky Bishop Robert Barron olla? Pse duket si prift? Se është nga fjala Bishop. Krye prif. Po ti e ne me këto bëje një debat, një intervistë, një. Ku diun, në shumë sigur të ngrenë mësim, thënë na thuj qa di. Më thuaj çdo gjë. Së kujtohet asë gjë. Po pse më blek, se keni gati ju? Në fakt unë me papën do po jo intervistë. Me papën e ri, apo me atë që intervistë. iku? Po bashkë më që është tani. A ishin për të gjallët, jo për... Ah, më fal. Po jo intervistë, një bisedë, më bet kështu të brendshëm, domethënë të hapur, Ka hapur. që të më tregonte gjëra, jo. Po jo kështu, online domethënë, si- jo ta kishit Jo, publik. jo. Prandaj po them se online Privat, publik nuk e thot ai, po një bisedë private me papën, po. Po pse me papën më ti njeri smur? Po se supozohet që di shumë gjëra. Po çfarë do të pyesësh ti për shkak? Kujdes se do Po thuaj. do ta pyes çfarë, sidomos për këto sekretet e Vatikanit edhe këto gjërat. Po si Tash thonë? ai zom po, mua do më tregoj. Po ti Andi, ndia. Unë Jenny e kam shumë me Cindy Sweeney do bëj një podcast. Po pse më jeni kaq të cekët më njerëz? Ne jemi Po cekët. pse Ne jemi të cekët, Ne jemi cekët. Po pse jam unë i cekët më Do plak? të intervistoj papën ti si të suni dhe ne që kemi. Po pse më plak goca, po pse ju çfarë mendoni Ti se? zgjodhe dy cicat e Jo, plak, si e thua? e momentit. No, I would never. Edhe thua ju jeni të cekët. Si ta të goja. Absolutisht jo. Besi jo, akuzën nuk e Po pranoj. çka ka bërë ajo që të ka Është sweet, më plak, është e ëmbël.
Edhe prandaj do të bësh bisedë. Po po shikoni se nuk jeni te biznesi. Pastaj kujt e di doja që- view-sat më mirë. Pastaj kujt e ti që është Ajan Belajonja. E njohun ato. I kam shkruajt. E dalloj. Kena fol. Nëse vazhdojmë në një pyetje tjetër pak më dinamike. Dobët më pyetet miqtë tani, dobët. Ishte dobën me përgjigje. Se përgjigjet janë flak fare. Pse ka ende shumë lajme me drejtshkrim skandaloz në një kohë ku ekziston ChatGPT-ja? Tani se si. Po shiko, nuk është se këta që shkruajnë lajmet i fusin ChatGPT, shiko ma korrigjo këtë. Ata mendoj se i kanë mirë. Po duhet ketë një redaktor normalisht. Po. Kam është. Po, është punë që edhe redaktori është grop. 350.000 lekë. Është rrit shumë edhe sasia e lajmeve që nxjerrin edhe vazhdimisht duhet nxjerrin sa më shpejt gjëra për Po, që nuk Jo, presin po dot. pse, edhe s'do të thotë që të shkruash gabim. s'din të shkruajnë. E pra, edhe sikur të shkruani një lajm, edhe sikur të shkruani 4, prap gabim do ta shkruani. Ka ndryshuar dhe fokusi gazetarisë nga kërkimi mbi të vërtetën tek kërkimi mbi klikun. Kjo është tjetër gjë, po nuk di të Është shkruaj. ndryshimi, Nuk di të është ndryshimi Ore, më i nuk di të madh. shkruajnë që atë. Shiko, personi në fjalë e ka vetëm me që s'din të shkruajnë. Tjetër që kjo është shumë problem tek po, kjo është tjetër gjë. kjo e sjell këtë gjë. Jo, më këtë e sjell mungesa e nuk- arsimit, ose s'din të Po pra shkruajnë. se s'ke ti duhet të mbushësh ku diun portalet me gazetarë që s'janë gazetarë, se nuk prodhon ai shumë gazetarë të mirëfill. Mirë, po dhe ata që janë s'din të shkruajnë, është problemi i madh. Duhet futur gjuha shqipe në Është universitete. S'është vetëm Është në Shqipëri. gjimnaz deri në vitin 2 të gjimnazit. te gazetaria është Jo, duhet sigurt. kudo, edhe në Po gjimnaz këta duhet. supozohet që janë gazetarë pra, dhe nuk janë. Po, dakor, po duhet edhe në gjimnaz e plot, duhet deri në Kujtojnë se po të flasësh rrjedhshëm para kamerës, ku diun je qujt gazetar ose nëse të ka marrë ai në punë aty shkruan me 10 gishta, Po, je Me adapt. gishta. Shikoj çka ka çuar Reni, plak. Reni ka çuar temë që duhet ta flasim ne tani, ta mbyllim të podcast se pas kësaj teme nuk ka fshimi Luanin. Kafshim e Luanit. Po, që i burra një luantën. Se di, ç'pate moren, ç'a ëndër ke parë do? Ku? Po jo, mos e ka pra të Luanin në Fiero që ishte që i ka shojë. Për atë ngjarjen ja muni cekët valla. Ren ndjes publike, nuk po ç'a ishte ai? Direkt sulmove tin. Kishte një fjerak me një Luan. Ajo kishte Luan në shtëpi. Ç'a ka votuar Si një që ndodh person zakonisht në Luan Fier. shtëpi? Ç'a është tipologjia e këtij votuesit? Ç'a ka votuar ky? Tash ky. Çfarë nxorët e vota? Po pra, Do e mbyll pra këtë se u te zgjat ky podcast. po unë do them një njerëz që s'e kam qef, kështu që s'kam se e lidh me këtë patjetër. Ai mund të jetë, ai mund të jetë shumë njerëz i mirë, po thjesht ka fiksim Luanët. Luenë, që ti ketë vërtet. Po. Ose zakonisht i përdorin edhe për të shpërndar drogë, po. Ne. O Mr. X, Po. thuaj një mesazh për njerëzimin dhe Nixha vjen mbyll. Po një quote, Thuaj një mesazh për të njerëzimin. falësh është hyjnore, çfarë është? Jo, se do e thotë, e ka gati, shife. Jo, nuk e kam gati. Unë se e ke një. Votimet mbaruan. Jo me vota, Ja, jo. shikon. Një gjë të thellë. Ja, në më atë. ka të bukur, shife. Profonde. Përkushtoheni zbulimit vetvetes. Unë e dija o plak, e njoh këtë djalë, burr, e njoh këtë mirë. Oni xhe, hajde futun në plan dhe mbyllë këtë podcast. Të këndoj dhe komentuesit miq, komentoni, dua vetëm komente Të këndojnë. për urime për Nixhën, urimet më të veçanta, jo kështu edhe 100 Nixhë të pasha vetëm të lumtur, se këto janë shumë klasike. Po duam urime të ndjera. Urime kreative, do e bëj. Urime profonde. Po. Komenti më i bukur do lexohet do japim një birë një ditë kur ta takojmë, edhe do lexohet dhe live. Do japim një birë te Comedy Thursday tek mirë. Nixhë, mbyllë. Shumë faleminderit të Ndia për që i lëvizë popullin për të më uruar Po ditëlindjen. lëviz ky popull. Po. Faleminderit njerë gjithëve për shikueshmërinë dhe për ato komentet, se kam parë që është bërë nami me komente këto kohë. Edhe po dalë dhe dalë. Po ti do i mësosh punën dhe Mr. X. More, Mr. X se do dalim dhe Ti te prandaj e lekët. Mr. X.
Atëherë, mos harroni të na bëni subscribe në YouTube, mos harroni të na bëni komente në YouTube dhe shumë share. Mos harroni të na ndiqni faqen tonë të Instagramit, komente, share dhe aty. Mos harroni të bëni donacione, mos harroni urimet e mia për ditëlindje. Të veçanta dhe profonde. Profonde dhe unike, miq. Po, edhe ju puthim shumë, edhe mirupafshim. Ju puthim miq. Ciao. Prit, Alma ka bërë 4 kotele. Po, E e tham. tham. Ku ishon? Okej. Kështu që prenotoni. Kështu që rezervoni tani miq, oferta është për ju. Në 069. Dhe mos harroni, mos u bezdisni nga kjo situatë e votimeve, ditë më të mira po vinë. Çdo që mbaroj. Të gjithë politikës. Futuni politik, ky është mesazhi. Ore jeni çfarë bëmi është let. që varet nga i mikrofoni aty? As do ta sqarojmë. Ciao miqtë mi, ciao. Po marrë.